Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi khalaqana fi ahsani taqwim, walladhi ja'alana min al-muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falenderimet I takojnë Allahu Dhul Jalal, krijuesi të gjithësisë, ai I cili na krijoi në formën më të mirë. Allahun Dhul Jalal e falenderojmë që na bëri pjesëtar të ummetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Andaj ne jemi në muajin e Ramazanit, muaj I mëshirës, muaj I faljes, muaj I begative. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë muaj që të afrohemi tek Allahu Dhul Jalal, që në aspektin shpirtëror të jemi ata të cilët të fokusohemi te vetja, të shfrytëzojmë Ramazanin që ta fitojmë dhe ta kaplojmë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj për të arritur këtë, ne duhet që sa më shumë të shtojmë istighfarin. Allahun e falenderojmë që e bëri njeriu që edhe kur të gaboj ja dha mundësinë që të pendohet. Andaj shtoje istighfarin në këtë muaj Ramazani, sepse Allahu Dhul Jalal na mësoi se istighfari është një fjalë e vogël, por me vlerë të madhe. Istighfari është një fjalë e shkurtër për gjuhën tonë, por e rëndë në peshorën e Allahut. Peshore e cila mat veprat e mira dhe veprat e këqija. Andaj Allahu Dhul Jalal na urdhëron dhe thot: "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Allahu tha në Kur'an dhe unë them: kërkoni falje Zotit tuaj, sepse Zoti juaj është falës. Andaj thuaj astaghfirullah, kërkoj falje Allahut, sepse Allahu Dhul Jalal nëpërmjet istighfarit të mundëson të fitosh mirësitë e tij që I ka përgatitur në ahiret, dhe në këtë botë të t'jep shpërblime dhe lehtësim në dunja. Allahu Dhul Jalal thot: "Wa yursilis samaa aleikum midrara." Në këtë botë thot ati I cili bën istighfar do t'ja çoj shiun të bollshëm. "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Allahu do t'i jep atij pasuri e fëmijë. Andaj Allahu Dhul Jalal thot: "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dhe në ahiret do t'i japim xhennete në nivele të larta dhe do t'i japim lumenj në ato xhennete. Andaj ne duhet ta marrim shembull pejgamberin alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha: "Inni la astaghfiru akthar min 70 marratin fi kulli yawm." Unë I kërkoj falje Allahut më shumë se 70 herë në ditë. Andaj kur ai I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e dinte që ishte njeri I zgjedhur I Allahut, ai ishte I falur dhe megjithatë ai kërkonte falje Allahut 70 herë, po në një transmetim tjetër 100 herë. Andaj vëllai dashur dhe motër e nderuar, ne jemi pasues të një pejgamberi I cili ishte shembulltyr për njerëzimin. Andaj nëse paksojmë të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ne nuk duhet të jemi më mangët se ai, më pak se ai. Ne nuk duhet të bëjmë istighfar më pak se 70 herë në ditë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi për zotëriun e istighfarit. Ai tha: "Inna sayyidal istighfar an yakula al-abd." Tha zotëriu I istighfarit është të thotë robi I Allahut: "Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant." Tha Zoti im: Allahumma anta rabbi, ti je Zoti im, nuk ka Zot tjetër përveç teje. Khalaqtani wa ana abduk, ti
ti më krijove mua dhe unë jam robi yt. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dhe unë në marrëveshjen dhe beslidhjen që e kam dhënë te ty, o Zoti im, jam aq sa mundem. Do me thënë në praktik mundohem të jem besimtar i mirë aq sa mundem. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Unë, o Zoti im, kërkoj falje dhe kërkoj që të më mbrosh nga e keqja të cilën ti e ke krijuar. Abu'u laka bi dhanbi wa abu'u laka bi ni'matika alayya. O Zot, e unë vi te ti me mëkatet e mia dhe me të gjitha mirësitë të cilat ti mi ke dhuruar. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunub illa ant. O Zot, andaj ti më fal mua, sepse nuk i fal mëkatet askush tjetër përveç teje. Andaj ne jemi në këtë muaj të Ramazanit. Ky është sejidul istighfari. Ta shfrytëzojmë istighfarin, kërkimin falje, që të kthehemi te Allahu Dhul Xhelal, sepse Allahu Dhul Xhelal ne e dim të gjithë se e bëri 10 ditë nga muaji Ramazanit mëshirë, 10 ditë falje dhe 10 ditë shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Andaj mbushe, valla i dashur dhe motër e nderuar, gjuhën tënde me istighfar. Bëhu shembull për të tjerët, sepse për ty edhe gjuha jote nesër, kur të japëm llogari para Allahu Dhul Xhelal, do të dëshmoj. Dije se Allahu Dhul Xhelal thot: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." E kush bën edhe një punë të mirë, qoftë edhe sa grimca, do ta sheh shpërblimin e saj. Andaj istighfari nuk është një punë e mirë sa grimca. Bëj istighfar, mbushe gojën tënde dhe zemrën tënde me istighfar e me iman, e Allahu Dhul Xhelal do të shpërblej për atë punë të mirë. Urime muaj Ramazanit. Allahu Dhul Xhelal ne pranoft të gjitha ibadetet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.